Seanca e radhës në procesin gjyqësor ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erlion Veliaj u zhvillua pa praninë e tij, pasi ai kishte njoftuar paraprakisht gjykatën se nuk do të merrte pjesë për sa kohë mbahet në kafazën e xhamt, të cilën e konsideron jo dinjitoz dhe fyes. Përmes avokatit të mbrojtës Plaren Dreca, Veliaj paraqiti 5 kërkesa pranë gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mes tyre ishte lejimi i kamerave dhe transmetimi drejt për drejt i procesit, dalja nga kafazi i xhamt, njohja me prova digjitale, vënia në dispozicion e mënyrës së administrimit të kallëzimit të bërë nga Nesti Angoni, si dhe zhvillimi i seancave një herë në 2 javë. Pas shqyrtimit në dhomë këshillimi, GKK-ja vendosi të rrëzojë të gjitha kërkesat e paraqitura nga mbrojtja. Sipas gjykatës, vendosja e pandehurit në kafazën e xhamt nuk cënon parimin e prezumimit të pafajësisë, ndërsa kërkesa për zhvillimin e seancave çdo 2 javë nuk gjen mbështetje në legjislacion në fuqi. Gjykati argumentojnë gjithashtu se për disa prej kërkesave të tjera ishte shprehur më herët, duke mos e parë të arsyeshme për rishqyrtimin e tyre. Nga ana tjetër, mbrojtja e Veliajt kërkoi shtyrjen e seancës me argumentin se 24 fashikuj të dosjes ishin vënë në dispozicion vetëm pas ditën e së hënës, duke mos i lënë kohë mjaftueshme për shqyrtimin e materialeve. Avokati Plaren Dreca ngriti gjithashtu shqetësime për mos lejimin e kamerave gjatë procesit, i cili përbën cënim të së drejtës kushtetuese të medias për informimin publik. Në përfundim, gjykata e posaçme pranoi kërkesën e mbrojtjes së Ajola Xoxhës për t'u njohur me aktet e dosjes, duke vendosur shtyrjen e seancës së radhës në datën 23 qershor.